Qytetet ukrainase u zgjuan të qeta mëngjesin e kësaj të njëjteje, pas hyrjes në fuqi të një armë pushimi traditor i shpallur nga Rusia. Raportohet se nuk ka pasur asnjë sulm me dron apo raketa mëngjesin e sotëm, pas disa netësh bombardimesh të vazhdueshme. Megjithatë, forcat ajrore të Ukrainës njoftuan se avionët rusë hodhën 2 herë bomba të telekomanduara mbi rajonin Sumi në verilindje të vendit, në orët e para të mëngjesit të së njëjtës. Kryeqyteti i Ukrainës, Kiev, ishte i qetë në orët e mëngjesit, por nuk është e qartë nëse luftimet janë dalur edhe në vijën e frontit. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin shpalli armëpushim 72 orësh për të përkuar me aktivitetet përkujtimore të 80 vjetorit të fitores ndaj Gjermanisë naziste në luftën e dytë botërore. Ai po mirëpret në Moskë presidentin kinez Xi Jinping dhe lider të tjerë për festimet e ditës së fitores më 9 maj që përfshin edhe një paradë ushtarake në sheshin e Kuq. Ukraina nuk e ka pranuar armëpushimin, duke theksuar se Putin e shpalli atë për të krijuar një përshtypje se kërkon përfundimin e luftës. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi në një fjalim më 7 maj se alarmet për sulme ajrore kishin rënë në të gjithë vendin pas një nate me sulme të rënda.